Teksa Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural po zhvillon dëgjesa publike me fermerët në kuadër të hartimit të skemës mbështetëse për vitin 2026, banorët e zonave rurale që kanë pak krerë bagëtia apo pak tokë bujqësore kërkojnë gjithë përfshirje. Duke qenë se në vitet që lanë pas kriteret kanë qenë përjashtuese për fermerët e vegjël apo për fshatarët që kanë pak krerë bagëtia apo tokë bujqësore, këta të fundit kërkojnë mbështetje nga shteti. Ata thonë se në këtë mënyrë mbështetja bëhet e drejtë dhe i jepet mundësia secilit të shtojë fermën e tij, pasi e kanë të pamundur të investojnë direkt për të plotësuar kriteret e një fermeri të madh. Gëzim Troci nga fshati Kurdari, njësisë administrative Sush në Bashkinë Klos, thotë se nëse do të bëhet ndarja gjithëpërfshirëse, atëherë të gjithë do të mendojnë për zhvillimin e fermës. Ai ka aktualisht vetëm 16 krerë dele, por nuk përfiton asnjë subvencion nga shteti. E njëjta gjë sipas Trocit ndodh edhe me mbështetjen e naftës. Kush do më kanë hik gjithë veç ka kel gëzimi këtë ordi. Janë ja 5-16 dele. To as më ka shpenzime të mëdha. Leverdisa mirë ta blesh 10 kuntal mishe, se sa ta mjellish. Janë çmime shumë të larta. Shteti do të japi subvencionet për gjithë. Jo për 1 për 10, por do të japi subvencionet për gjithë, si për 20 dele, si për 10, si për 3 lëp, si për 5. Ata o kom pas 56 dhe ne po 100. Kështu që s'kom mora si dysh, kurse tjetë morin me veprimet gabume morin. Po nuk punot pa nga shmimet gjithë bot shmimet e. E subvencionin naftës. Bojnë qëta 10, 20, 50, që i s'mer kush. Unë flasë për vetën time. Për të përfituar subvencion në blegtori, një fermer duhet të kishte të paktën 100 krerë, ndryshe nuk përfshihen në skemën e mbështetjes nga shteti.